Derisa fëmijët janë duke lozur, një pjesë e shijojnë skiimin dhe natën. Disa të tjera argëtohen me muzikë dhe DJ, e një pjesë ngrohen pranë zjarrit. Kjo është atmosfera që ofron kodra e diellit gjatë fundjavës. Të rinjët që kishin ardhur për ta shijuar na thanë se mbrëmjet e këtilla duhet të ketë më shpesh, ndërsa shtojnë se u mungon kur nuk ka organizime. Po, vajmë shpesh. Për pak sa herë që ka, do me thonë ne këta vajmë. Shumë ma erë atmosfera, o sa herë ka atmosferë, sot pak ma dobët është, ama besoj dhe jesë ma marë. Po, si normal në stopin a këta, ose cëllë një sa herë që ka organizime në e këta, mendoj që është shumë marë. Normal se duhet kese disa atmosfera, disa ideja mas majrat, që ka të tërheket ma shumë turizm, që ka të kese ma shumë pun. E në mendoj se do funksionoj ma mirë. Normal këta nuk ka shumë atmosferë të madhe, ama në përgjithësi për ne që ka i në këta në stop, po shumë një atmosferë marë. Besoj në investimet e pistave duhet më rregullu, shtypja e borës do t'jetë më shpesh, kemi një skinë më të këndshëm. Normal vikende, më shumë festa, më shumë muzika, pse jo? Kjo është fundjava e dytë që ka skim nate. Javën e kaluar kishte papagesë. Drejtori i qendrës turistike thotë se Borë ka mjaftueshëm për të ofruar kushte më të mira skijimi. Sot është skijimi natës, një javë para kishim skim natë pa pagesë, domethënë. Sot është me pagesë edhe ka mjaftueshëm skijator, edhe Borë kemi, edhe situata është në kontroll, gjithçka është në nivel, sa i përket ski qendrës. Po shifeni, për momentin kemi Borë për të skiju, varet edhe nga rreshtet të reja atmosferike, po shpresoj se do kemi Borë për skim. Skijimi i natës bëhet të premteve dhe të shtunave, nga ora 19 deri në orën 22. Një bilet kushton 1000 denar.